mbështetje, nuk kam energji që të bëj hyrjen tipike si që bëj gjithmonë, sepse sa jam zgjuar nga gjumi, sapo jam zgjuar, domethënë. Sot është e hënë dhe jemi pushim, shqyr që kishim këto 4 ditë pushim që të çlodheshim tamam, të çlodhnim dhe rehatonim kockat. Anyway, si ditë pushimi që është, gjëja e parë që do bëj sot është të shkoj në palestër, kështu që përgatitemi bashkë për të shkuar në palestër. Di që thonë ju, pata shumë probleme me internetin, se po mundojsha të hidhja videon që ju e pati javën e kaluar, edhe kisha shumë të merë internetin, keq fare, nuk hidhe, do më thënë, në qoftë se do vazhdoja ta mbaj edhe ta hidhja në atë lloj mënyre me internetin e shtëpisë, mund të hidhej videoja për 5-6 orë, nuk e di, ndoshta edhe më shumë. Dhe unë grita shkova në lokal, e hodha atje, shoqyra atje u hodh për 1 orë e pak. Dhe normalisht mora në telefon Uani, se e kam të lidhur me Uanin, që ka shumë probleme her pas here, dhe më thanë që do të vi teknika sepse ne nuk mund t'i bëjmë dot asgjë. Dhe shqyr teknika erdhi tani, që unë sa po bëhesha gati për t'ikur për në palestër, më kapën në shtëpi, dhe erdhi ai zotëria që e rregulloi nga brenda. Dhe po e shpjegoja që se më tha ke patur probleme herë të tjera më përpara apo jo kur e ke vendosur që në fillim fare. Dhe i thash që ka patur një rast tashun që kam ndenjur në telefon 1 orë ca me një operatori tashun, sepse unë postoj video në YouTube, po i shpjegoja pak kështu që më duhet interneti shpejt dhe e thash madje ajo vajza tashun ishte edhe ndjekësja ime, edhe shkreta u mor kaq kohë me mua që ta rregullonim dhe prap nuk e rregulluam dot internetin. E tha, po çfarë video është bërë, më tha mua, e thash po merre për kështu video nga përditshmëria. Edhe më dha telefonin, më tha mua, shkroje një çik emrin këtu, tha të bëjmë subscribe tha. Edhe ja shkruaj ta emrin në telefon edhe më bëri subscribe. That's so nice though. Më rregulloi edhe internetin, që e falenderoj. Por, në qoftë se Uani vazhdon të më bëj proçka të tilla, mund edhe të largohem. Anyway, të rregullojmë çik krevatin tani para se të dalim. Dje isha në party. Sa jam kënaqur, sa më kishte marrë malli të kërceja, nuk e keni idenë. U kënaqa. Vajta nga ora 9 e pak, edhe ika nga ora 11. Erdhi Emreja, pastaj më mori me motor. Ndërkohë, po ju tregoj dhe peshën më në fund kapa 59.2. Isha shumë kohë që isha 59.5, 59.4, kur haja shkoja 60 etj. 59.2 sot e kapa më në fund. Edhe jam shumë e lumtur. Tani do pi një gotë amit, do ha një gjysëm byreku me Philadelphia, që është kjo. Edhe do nisem për palestër, se nuk mund të shkoj në palestër pa ngrënë gjë, do mbjerë pikt atje. Ja, këtë do ha. Barova. Ushtrimet sot ishin me pesha më të rënda se sesioni i kaluar, sidomos ushtrimi i fundit që vendosa këtu midis këmbëve 4 kg edhe 6 kg setin e dytë, se më përpara vendosja 2 kg, edhe ishte pak më thjesht, kurse këtë radhë ishte tmerr. Dhe më shumë e kam problemin se më dhembin duart këtu, se sa vetë ushtrimi. Edhe i akur është trupi që kemi bërë pas 2 muajsh. Shikoni, shikoni.
Edhe këtu, absat, po dalin linja avash avash. Vetëm se duhet i kjo mulla. Po do ikë edhe kjo s'ka çfarë bën. Tani do bëhemi gati në shtëpi, do vete të ndrohem, edhe do dal me Betinën, do ju marr dhe juve me vete. Po kështu ju tani. Ç'na bëri? Erdha në shtëpi kam një gjysmore. Shkova në supermarket përpara se të vija në shtëpi se mora 2 thas të zinj për plera. Mora 2 çokolata nga këto dare turke, se i ka qenë femreja. Në fakt se këto s'kam provuar ndonjëherë, nuk e di se si janë, shpresoj të jenë të mira. Çfarë mora tjetër? Mora edhe një kefir që ta pi tani përpara se të dal. Edhe doja t'ju tregoja edhe diçka që më ndodhi në moment që po dilja nga palestra. Po thot ajo vajza që është aty te recepcioni që dikush nga brenda palestrës ishte ankuar për mua, sepse unë isha duke filmuar. U acarova shumë, të them të drejtën, se e pare punës, kam qenë duke filmuar në pozicione dhe në skena, në pamje të tilla që të mos të kapja njeri me kamerë. Do me thënë të filmoja vetëm veten time. Do me thënë isha gjithë kohës duke lëvizur, duke parë kënde, duke parë çdo gjë që të mos të dilte njeri rreth e qartë. Po tani elbete se palestër është, ka njerëz të tjerë që do dalin njerëz të tjerë tek tu, po jo që të ketë fokus ai personi tjetër. E para kjo, edhe e dyta, kur dikush shikon që dikush tjetër është duke filmuar apo duke bërë fotografi, pse nuk shkohet që të flitet direkt me atë personin, po pret derisa të mbarosh ti seancën e palestrës, shkon pastaj dhe ankohesh te recepcioni i palestrës. Mua kjo më duket idiotësi, më duket budallëk, të them të drejtën, se s'ke pse ankohesh fare tek recepcioni apo te palestra apo te pronari apo ku digjë unë, kur mund të vish edhe të flasësh direkt me mua. Në qoftë se ti më shikon mua me kamerë dhe më shikon që është kamera drejtuar nga ty, vjen me mirësjellje dhe thua, të lutem shumë, mbaje kamerën në një pozicion tjetër, në një kënd tjetër ku nuk dal unë. Dhe unë e mirë kuptoj këtë gjë, sepse unë nuk është se kam një vit apo sot e hapa kamerën për herë të parë. Unë kam 6 vjet që merrem me këtë punë, edhe e di shumë mirë se si funksionon çështja e të daljes në kamerë. Ka njerëz që nuk kanë qejf të dalin, ka njerëz që kanë qejf të dalin. Është me tipa, s'ke çfarë ju bën. Dhe unë jam gjithmonë respectful ndaj këtyre njerëzve. Po në momentin që ti më shikon mua me kamerë edhe vazhdon jetën tënde si normalisht, pa shfaqur asnjë lloj ankese drejt meje, që unë jam i zoti i punës, e zonja e punës, mua më bën të mendoj që ti nuk e ke problem të dalësh edhe nëse del pa dashje. Ky personi që ishte ankuar, ishte një person që unë po prisja të mbaronte ushtrimet, komunikova një moment me të, i thash edhe sa set e ke të kjo makineria. Më tha kam edhe një set, ndërkohë që po e pyesja kisha kamerën në dorë dhe po rregulloja kamerën, po shikoja prapë për pozicionin ku do ta vendosja. Dhe në gjithë këtë moment që u ndodhi, ai nuk e mori mundimin që të më thoshte mua që shiko se qoftë se ke problem, të lutem kur jam unë vërdall mos filmo. Edhe do ishte shmangur çdo gjë. Do ishte rregulluar momenti, pamja, skena, më the thash. Tani janë disa momente që unë atë kam kapur, edhe normalisht do t'i editoj në mënyrë më të mirë të mundshme që mos të duket, dhe shqyr zotit që është vetëm në disa skena të vogla, dhe nuk është në të gjitha ushtrimet. Se nëse do ishte në të gjitha ushtrimet, pastaj as do më interesonte fare, të them të drejtën, që ta hiqja nga videot e mia. Se është faji ti në qoftë se nuk vjen edhe ta ankoj tek unë edhe të më thotë rregullo pozicionimin e kamerës që të mos më kapësh mua. Se unë jam duke filmuar veten time. Nuk jam duke filmuar edhe duke patur mendjen kush është prapa meje, kush është anash meje. Edhe gjë tjetër që më bën përshtypje edhe disa të tjera që kam filmuar, është që unë e vendos kamerën, është për shembull këtu korridori, edhe unë jam duke bërë ushtrimin këtu. Dhe unë e vendos kamerën këtu. Është gjithë kjo pjesa këtu ku njerëzit mund të kalojnë dhe zgjedhin vetë të kalojnë përpara kamerës, edhe pastaj jam unë fajtoria që i filmoj ata. Domethënë nuk i filmoj me dashje. Është zgjedhja e tyre që të dalin përpara kamerës time. Dhe për këtë tash duhet të shkatroj unë gjithë filmimet e mia. Pse? Se nuk kanë dy parement njerëzit që të shmangen kamerës. Është në dorën e tyre, nuk është në dorën time që t'i shmangen kamerës. Kështu që mend edhe për ju të tjerët që ndodheni në situata të tilla,
që të mos të vini të ankojeni lart e poshtë, po të shkoni dhe të flisni drejt për së drejti me personin që është duke filmuar, në qoftë se shikoni që dikush po filmon edhe ju nuk ndiheni rehat kur të tjerët filmojnë, se mendoni se keni dalë ju në video. Kaq kisha për të thënë, se ma prishi Terezin, nuk ma prishi Terezin ajo vajza e recepcionit, ma prishi Terezin ai tipi, që më pati aty dhe nuk më tha asgjë. Tani, levajnë check-in-et, se si kisha larë, dhe po pres të më shkruaj ose të më marrë në telefon Betina. Betina është mami i Ajabel dhe partnerja e Armando Hidi. Armando Hidi është personal trainer dhe është trajneri personal i parë që unë kam patur dhe ju keni parë edhe një video në mos gaboj, kam përshtypjen që e kam bërë një video, në qoftë se e kam bërë do e vendos këtu, dhe shikoni, besoj. Kam marrë në 2021 kur unë shkova 54.8 kg, pesha ime me madhe, me lartë, edhe mora programin e ushtrimeve në shtëpi, edhe programin ushqimor të Armandos, dhe pastaj nga Armandoja kam njohur edhe Betinën, edhe kemi kaq vite që njihemi, kemi 5 vite që njihemi që në 2021, dhe nuk jemi takuar asnjëherë, domethënë në kafe. Se jemi takuar vetëm një herë fare, 1 minutë e gjysmë gjithsej. U shkëmbyem në rrugë, edhe thjesht u përshëndetëm, Danja, Betina, të takojmë, të dalim në ditë, edhe kjo ka ndodhur ndoshta para një viti. Kështu që më në fund e lam që do takohemi. Betina ka nail salon thonjsh, nail artist, do me thënë, edhe po pres derisa të mbaroj dhe thonjë të radhës që është duke punuar, që të më lajmëroj pastaj dhe të dalim. Sa fola u lodha, kam folur 6 minuta, 7 minuta, po mbi dhe bateria. Arrita këtu të Kalaja, dhe këtu është duke më pritur edhe Betina, më tha, po nuk e di se ku është, ose në hyrje të Kalas, plësoj. E gjeta. E gjeta Betinën e gjeta. Hi! Jamie nuk do jetë fare I lumtur në qoftë se e shikon këtë pamje. Ku kemi ardhur ne me Betinën? Asmandi. A do byllafe? Jo, thjesht do të tjerë pa shpresë. Që ky vlogu ka dalë pak I shkurtër, më I shkurtër se herët e tjera, ama kam treguar gjëra që nuk kam treguar edhe më përpara. Duke qenë se në këtë vlog kam treguar rutinën time të palestrës, doja t'ju thoja edhe disa fjalë në lidhje me procesin tim të dobësimit të rënies nga pesha. Si fillim, kur unë kam filluar palestrën, kam qenë 64 kg dhe kam filluar në datën 15 janar. Kam kaluar vetëm 8 javë dhe unë nga 64 kg që e kam nisur, kam shkuar 58.8 kg, që është fitore e madhe për mua dhe është diçka që nuk e besoja që do të arria për 8 javë. Tani, goli im, ai qëllimi im është të shkoj 54-55, ja e 56 nuk u bë qameti, po që dua të jem këtu te 55-qa, dhe jam afër këtij qëllimi, ama ajo që dua akoma më shumë është muskuj, dua të bëj muskuj tani edhe të heq parkullcin, që edhe me këtë jemi duke punuar. E di që nuk është gjëja më e mirë e mundshme, por duke qenë se nuk kam shumë mundësi për të gatuar vetë në shtëpi, sepse shkoj në palestër, merrem me editime, merrem edhe në disa punë të tjera kur kthehem në shtëpi, domethënë nuk është se e kam kohën sa vi në shtëpi edhe të ri të shtrihem apo të kem kohë të lirë për të gatuar. Nuk është kështu. Kam përshtypjen që do arrim në përfundimin që do abonohem diku që të më bëjnë një regjim të personalizuar, domethënë nuk t'ju them çfarë ha dhe çfarë nuk ha, edhe të paguaj, të bëj abonim mujor, të paguaj që të më sjellin gati.
kështu mendoj. Por prap që ta bësh një gjë të tillë është që ke shtrenjtë për mua, që është e vërteta, edhe nuk e di në qoftë se do e bëj apo jo, ose do e bëj të paktën për një muaj të shikoj si do jem, edhe pastaj të shikoj do e vazhdoj apo jo. Nuk e di të shikojmë. Por gjithsesi unë ushqyerin e kam rregulluar që në dhjetor. Nuk kam pisliqe, hamburgera, gjiro, më the të thash si haja më përpara kështu në përditshmëri, po kam filluar mund të ha gjiro për shembull një në muaj. Madje s'mbaj mend herën e fundit që kam ngrënë gjiro, ose hamburger, ose pizza, domethënë i ha shumë rrallë këto. Kurse ajo që kam filluar të ha janë këto ushqimet homemade që janë të bëra nga disa restorante tip mencash, edhe porosit online aty, edhe me çmime në fakt janë të lira, nuk shkojnë shumë shtrenjtë. Domethënë më ka rënë barku, por nuk më ka rënë që të bëhet pet siç e dua unë. Edhe dua të arri aty, po siç thash, barku bie me ushqim, duke rregulluar ushqimin. Bie dhe me palestë, por nëse me rregullim ushqimi me dietë regjim do binte për 1 muaj apo 2 muaj edhe, me palestë do bie për 6-7. Është ka me gjatë. Gjithsesi, për rezultatet që kam arritur deri tani, jam shumë e kënaqur, edhe për këtë duhet të falenderoj realisht Jamie, nëse keni Instagram edhe doni të ndryshoni jetën tuaj, për mendimin tim kontaktoni me Jamie se është, nuk e di. Kishte marrë 3 ditë pushim për shembull këtë fundjavë, sepse është duke u shpërngulur, dhe më shikonte mua story që isha në palestë dhe më kthente përgjigje, më thoshte hajde forca jepi më jep tek kështu, domethënë kur ajo dhe i thash je me pushime, domethënë je me pushime. Teknikisht janë pushime, po që nuk je duke u marrë me stërvitjen tonë, kështu që shkoj dhe qetësohu, çlodhu se ke patur punë. Është i pazvendësueshëm realisht, është edhe shumë njeri i mirë, përveç trajneri i mirë, është shumë njeri i mirë. Këto doja t'ju thoja në lidhje me palestrën, edhe rrobat që kam marrë, kam porositur të gjitha nga Temu, një 7 sete, më duket diçka e tillë, dhe disa nga ato setet kanë qenë, domethënë një set quaj ajo, po me 5 pjesë. 2 streqe, një palë të gjata, një palë të shkurtra, 3 lloje ose 2 lloje bra, edhe janë materiale shumë të mira. Nuk i kam treguar të bëj haul, duke qenë se ato ishin shumë të lodhshme për të zhveshur që t'ja tregoja. Madje atë ditë që i provova të gjitha që ishte edhe mami, filluan po më bënin syt nga lodhja, nuk e di se çan dikoj tjetër, po filluan më erësuan syt, më bënin kështu si miza, ose më lëvizi tensioni, nuk e di, u bëra keq. Edhe pas e më ngeli kështu si traumë dhe thash nuk do t'i nxjerr në video se nuk do ta përjetoj edhe një këtë gjë. Anyway, kjo ishte videoja për sot. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Nëse doni që t'ju marr përsëri në palestër, më thoni. Nëse mendoni që është argëtuese apo që mund t'ju frymëzoj, më shkruani në koment. Dhe mos harroni të bëni subscribe, like, share, komente të tjera, të më ndiqni në Instagram dhe në TikTok dhe bashkë të shihemi në videon e radhës. Ju pudhi për qafoj të gjithëve. Bye!